Fitore bukur, do më pëlqente sikur ekipi kombëtarës t'i ftonte shqiptarët në protesta për të drejtat e tyre, për gjyqet nga 3 vjet, nga 5 vjet, nga 10 vjet, për ushqimet e helmosura kancerogjene nga Serbia, për Fredi Sheun, një vrasës që na del me flamurin e Vorjepit dhe thot do ta helenizoj Himarën. Për Edi Ramën që thot ta shesin Verion, thot se ma kërkon e vllajin Vučići. Ku jeni? Po ta merrni flamurin? Apo i flamur vlen vetëm kur bëjnë gola? Ai flamur shekullor, kur ka dalë nuk ka pasur futboll, por është i kuq me gjakun e shqiptarëve. Dhe Shqiponjat fluturojnë lart. Ato nuk vdesin kur. Do të mbjetojnë. Po këto kërmat që po na drejtojnë, kur do të zhduken nga Momëdheu jon?